Kurani kërkon reflektim, jo vetëm lexim. Në ajetin 24 të surës Muhammed, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Vallë, a nuk persjatin ata për Kuranin, apo i kanë zemra të kyçura? Ky ajet është një qortim hynor për ata që e lexojnë ose e dëgjojnë Kuranin, por nuk reflektojnë mbi të. Në fillim, ajeti thot: a nuk persjatin ata për Kuranin? Fjala arabe yatadabbarun do të thotë të mendosh thellë, të reflektosh me kujdes, të shikosh pasojat dhe domethëniet e brendshme. Pra, nuk mjafton vetëm leximi me gjuhë, por kërkohet përqendrimi i zemrës, mendim i thellë, zbatim praktik i Kuranit. Kurani nuk është vetëm për tu recituar, por për tu kuptuar dhe për tu jetuar. Në thënien e ajetit apo i kanë zemrat të kyçura, Allahu përdor një metaforë shumë të fuqishme, që është pra zemra e kyçur, e cila është ajo zemër që nuk pranon të vërtetën, që është e mbuluar nga mëkatet dhe është e mbyllur nga mendjemallësia dhe egoja. Problemi nuk është mungesa e argumentit, por mbyllja e brendshme shpirtërore. Dhe kjo bën që Kurani të mos tepërtojë në zemër. Ky ajet i begat na mëson së pari, Kurani kërkon reflektim, jo vetëm lexim. Sa herë që lexojmë Kuranin, duhet të pyesim veten: çfarë po më thot ky ajet mua? Si duhet ta ndryshoj jetën time? Së dyti, ajeti na mëson se problemi shpesh është në zemër, jo në tekst. Kur njeriu nuk ndikohet nga Kurani, shkaku mund të jetë mëkatet e vazhdueshme ose dashuria e tepruar për dynjan ose kryelartësia. Së treti, ky ajet na mëson se zemra mund të kyçet. Nëse njeriu vazhdon ta refuzojë të vërtetën, zemra gradualisht ngurtësohet, errësohet dhe humb ndjeshmërinë shpirtërore. Kjo është një gjendje shumë e rrezikshme. Për ta hapur kyçin e zemrës, duhet pendim i sinqert, lutje që Allahu ta ndriçojë zemrën, shoqërim me njerëz të mirë, reflektim i vazhdueshëm mbi Kuranin. Ky ajet është një thirrje e bukur për të mos u mjaftuar me përkthim, lexim apo recitim formal, por të përpiqemi ta ndjejmë dhe ta jetojmë mesazhin e Kuranit të shenjtë. Pyetja e ajetit është e drejtë për drejtë dhe tronditëse, sikur Allahu po na pyet secilin prej nesh: vallë, a nuk po mendoni thellë për Kuranin, apo i keni zemrat e kyçura? Allahu na ndriçoj zemrën me dritën e Kuranit.